Po du më bëhe furë për djollë tem. Pa që i drejtsinë e djolli tem dritë se lo. Pa gazetor sans po më me bëhe. Që shurë mi bë 4 vjetë. Asë një ditë më burë në kortë a i panderi. Djollin po malojnë fajtur rrezikimi trafikit publik. Se në tha pësë i shkrunë, vdekja ndjerit të vdekje dënshme. Si ka goditje me mjetë mekanik i mreti furt. Unë më mshelë dhere në shpis, se një nënë vetë mune pa përkroj jam të merë ku jina të jetuë. Djollin tem s'ka drejtësi, jenë të mshelë frosë, që ma kanë kollë zemën në borgit 22 vjeqar djollin ma kanë mytë. Jemi takuar me një grua, jo rastësisht sot këtu, në një qytet tjetër ku jeton ajo, zonja Kumrije, një zonë e cilat gjithë Kosova e një rast shumë i rëndë, një rast që na ka bë shumë që qytetarë mund t'i keq. Zonja Kumrije ka rrëfyer vitin më parë në histori të jetës për tragjedinë që ka ndodhur me djalin e saj. Sot në histori të jetës e takova që unë pata dëshirë shumë më boqevi që e pash. Zonja Kumrije, si të kam? Si po kalon? Ç'është kem? Me shëndet, ç'është kem? Mirë, herë mirë, herë keqe ç'është, po du më bëhe furë për djollë tem. E pa që i drejtsinë e djolli tem dritë se lo. A din sa të kam kërkuar, zonja Kumrije? Ja, di, falënderit, kam respekt për ton gazetar që po më jepni përkroje, se pa gazetar sans po më me bëhe. E di, është dhimbje kur shoh rastin ton, edhe unë si gazetar ndihem shumë keq. Mbesa. E përjetoj dhimbjen. Kam respekt për ty edhe për ton gazetarët. Si po më jepin përkroje. Faleminderit shumë që ti na vlerëson si gazetar më pari. Zonja Kumrije, me rastin e djalit e dim që gjithë Kosova e din. Çka ka ndodhur? A ka ndalur gjitha detajet? Jo, e ndas, lo djoli çtash me 16 që shurë mi bë 4 vjetë. Asë një ditë më burë në kortë a i panderi. Ra të shku për fillimi, me njëfësi edhe a të shku. Djolin po malojnë fajtur rrezikimi trafikit publik. Kurse në tha pësë i shkrunë, vdekja ndjerit të vdekje dënshme, si ka goditje me mjetë mekanik i mreti furt. Une nuk e pranoj rrezikimi trafikit publik. S'ka me lanë kun derë pa trokit e pa qitë ratën e djollit tem dritë se lo. Ju lutëm, dilni ndim, çdo gazetar me kanë ato, i heke gazetar betimin për drejtësi. Çfarë drejta ja ka mu mi hek gazetarët mu. Ju lutë na duke më kanë çdo sa. Është ajo zonja që ka ndaluar. Avokate? Jo, avokate sa gjësor është, këtu në klinë. Një ka hjek mediat, e kum dërprej seancën, ju më që thash kum thonë, qa kum thonë kum full, thash ti thirri policin, ka thonë edhe aja dilëm për i këtu që ti thirri policin, thash ku ki drejt ju jini të më shef rastin e gjallit tem. Unë nuk pranoj pa gazetar. Edhe jo është do seancë si kanë, se kanë këtu i lomdën për fillimi. Pej krime të rana, ka që avokati, kam faleminderit Spetina, inshallah zotë e rujnë sa pak në gjendje të ranë, e ka që të krimet e rana, ju më që në kam, thash unë jam me pajtimit me avokat, nuk e pranoj thash me pajtimin e PS, nuk jam pajtimit me PS, nuk jam me pajtimit me klinën, do më ma këthy Londën në rrezikime në krimet të rana. Nuk e pranoj rrezikimi trafikut publik, kurse është autopsia, edhe mi e këri gjurë full. Do të mi besu mjekë, ta kanë fëmija, ta qa kanë, më mshelë dhere në shpis, se dhe guja po merë, dhe më mloni nënë vetë mune, pa përkroj jam të merë ku jina të jetuë. Gjollë astreti, mund ljullet të rinist, 22 vjeqarë, ma kanë vinë gjollin, a janë liri. Merë ku jina të jetu, asë një detë më borso, dhe delë puna një lirë. Merë ku jena të jetu, 4 vjetë gjolli po do më i bëhe. Unë po lipi drejtësi, po për gjollin tem s'ka drejtësi. Jenë të më shef rasin. Pse kjo drejtësi? Pse kjo ras po fshihet? Nuk po muj me ditë, nuk jam të kuptu se s'kam për kroje, unë e veç vetën, jenë të ese që të avokat se kam. Avokatin mbrojt se keni? Jo, avokatin herë për një herë ka me pare, ta shkëqyrëm do të me bo një zgjidhje, si një vapet pare, do të me morë avokatin e publit. Sigurisht do duhen edhe kosto, edhe pas edhe të ardhurat, asë ti jeton vetë. Po vetë, me 140 burrit veteranë, si kum posën e alon pënzi dhe 9 vjetës dalë.
Të merë ku jena jetu, të lutëm, du drejtsin më ma shpërnda këtë popli, këtë vedjo, si qysh po ndodhë rasti gjallit tem, se s'ka drejtsi për gjallit tem. Më ma mirë gjallë hasreti lullet të rinis 22 vjeqarë dhe më ma lon fajtur të merë, po autopsia krym punë edhe mjekër i gjurë. Po autopsia ku ka jetë? Tash. Autopsinë dhe të krimet të rana e kanë qu, edhe ka dhënë mjekër i gjurë ka full atu, edhe unë thash s'pranoj, unë ju mdoll me gjithë gazetar, se mi hek i barë betimin për drejtësi, po ja drejt mu mi hek mu gazetarët. Avokati ty në vike, po me jepi depresione, po me jepi stres, e mu gjolli jem, si më shkoj e unë s'pas në stres, kur pishatom, si po ndel para kamba atu. E shini të rasin ju? E takoni? Po, mëre, para kambi lira që 4 vjetë me 16 qëshur i bën asë një ditë më borë, se rasti u shku me njëfësi pejt klinës me emën, s'pi për meni, pejt klinës e ka pas mek, e ka shku rrezikimi trafikit publik, po nëna vetë gjallë, se ka lënë nënën për mas, kam e një din, kam i shku e paqit këtë asë në drisëllë, pse jenë të më shefë rastin e djallit temë. Përse të dalin gjitha këto detaje, gjitha këto në shesh, të zbardhen to. Inshallah sa ma shpejt, edhe shufrat si kanë ra djallit me mjet mekanik i mret i fort i kum gjetë shufrat, as para sysh ti kanë marrë atë shufrat. Ku i keni gjetur ato? Në vend ngjarjes, aty ku ka ndodhur ngjarja, e kum gjetur në vet. Si i gjetët këto? I gjetë ato, tu shku të vorri i djallit, tu këthyra ava trup, edhe i gjetë atë shufrat. Dëshmi tjera keni pasur? Ja, dëshmin tjera në kum pove që aty shufra si kum gjithë dhe që kjo më ka thanë, pas sen të është i bilen këtë fjallë të sojnë a hesh, ta kanë hjek qësa 4 persona, ta kanë hjek për bagajit kërit, ta da e kam shef. Unë ju më shku në qanë ven, ku ka thonë a e kam shef edhe i kum gjithë shufrat. Merë ku jina të jetue. Të merë, një nanë vetë mune, i sholla zuti kanin si prëvënd si muhe, se unë e zemrën e ka në kaltë. Plus me dalla e liri, të shëtitër të për, të përpjetët të punu, asë një ditë më borë ku jina bre të jetue, ku jina ka o lytë, a më duket vishë për gjallë temin, se po ndodhin në rastë, ditë për ditë, po për arrestuin, e për gjallë temin s'ka për gjallë temin, se njëfësia, sot për sot lovjem, porja po kry këtë punë, kur s'ka pore krym punë, kur s'ka pore, më shefet të rastit, merë ku jina të jetue. Merë, në nënë vetë mune jetim gjuti jetimit pe i zoti jortë atina, që ma kanë kollë zemrën e borgët 22 vjeqarë gjallin ma kanë mytë. Të lutem, që so, të lutem. Shpresoj që gjithë të rregullohet me që ka shku shumë. Respekt, inshallah s'mi jekin gazetar për sanëse. Asnjëherë gazetarët do t'jenë të kju sa herë ti ke nevojë. Se aja dhe ke mu mi je ka ditë në kumë dërprej sanëse me betimin për drejtësim kanë që dhe falim nes, kam respekt për tyne dhe të banesa më kanë që. Zona Komrie, a ke nevojë për diçka ndim? Për ndim, si po ja dalish? Qësh po mojë lëvë, me 140 euro e gjysa gothi borna, po më shkujnë, po qa me bo. Po këtë vetimin si po periton, pasi që e mërzitur, ki gjitha edhe ala ki gjëra që nuk po mundesh, do më thonë detaje për djalin që nuk është letmi për balu si nanë. Ku vish një na i sholla konin se përvën si muë. Ola visi dina që të si figurë të zemrën e kam të kaltë. E kuptoj, dhimin të ndë. E kuptoj, i sholla zoti konin se përvën si muë, më kanë kollë për zgjalli, ma ka zotë vërtetën, qësh ma kanë mytë gjallin, ape gjitha mi hjeket, po me ta mytë edhe me ta lëmë fajtur, të merë kina të jetue. E kuptoj shumë e vështirë. Unë lusë gjithë organeve drejtësisë, gjithë atyre që këtë dënim të merituar personi që ta ka bërë ty të delë Inshallah, lumë guje, inshallah fjallë. Të zgjidhet një herë për gjithmonë. 4 vjetë, po do mi bërë qëtaf me 16 3 jove, ku më posë gjallin kumë. Pa vedije, me 2 oksigena në hunë, një nguj, me aparat këtu, ka po ku një ikon 27 kamca në kry, i ka pos, dhe plus busët me gjakdirë dhe këtu të merë bre, qish mundet me kona e me ndodhë, pe i bagajit kërët me ra gjitha të lëndime gjalli, plus gjalli ka pos lëndime dhe në trupore, në trup, po të merë, edhe atopsia bre krym punë bre, atopsia krym. Edhe mjekër i gjurë, po jenë të më shifë rastin, sot për sot edhe herë të fshit kjo? Po më shifë pëse a i liri, 2 vjetë qysh me tha mytë gjallë hasriti 2 vjetë burg,
ku jena bre të jetua, jena në Kosova, ku jena në kështë pa ligji ko, a vi si ka porën në si s'kam, si jam një nënë vetë mu në pa për kroje, më mam shef rasen, marrë, i kuft, torp, i kuft, në të ruën ata se më shefin rasen e gjorit tem se ka në fëmije. Ka me avqu zotin trup tyne, se më kanë kollën e zemrën e kalë të kam. Dha zoti këto lotë tua të pushojnë një herë për gjithmonë. Ta tham kanë kollë. Dhe deli kjo drejtësi ashtu si që më ka merituar, Dorasi. E sholla. Unë ty të uroj shëndet. Premto që të t'jesh me fortë. Të uroj ma të mirat në jetë. Me të mirat, jo, Shimi për të mira. Çdo seancë kena më mi çukat të Faleminderit tot. shumë, faleminderit shumë. Ha, Do të mundohemi s'ka të uroj shëndet. Ha. A pra